Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Sot do të shohim mësimin e dytë të nivelit A1 të gjuhës angleze. Pra niveli I parë, video e dytë. Le të shkojmë pak. Çfarë do të trajtojmë në këtë mësim? Në këtë mësim do të trajtojmë foljen be, foljen jam, dhe do të shohim pak veten e tretë njëjës. He, ai, she, ajo dhe it, që e përdorim me kuptimin ai ose ajo për jo njerëzit. Siç e përmendëm edhe në videon e parë, kemi një ndryshim të vogël nga gjuha shqipe. Në gjuhën shqipe ne kemi vetëm për emrat ai dhe ajo dhe I përdorim në varësi të gjinisë, si për njerëzit, si për sendet. Në gjuhën angleze, kur u referohemi njerëzve, do përdorim vetëm he me kuptimin ai dhe she me kuptimin ajo. Dhe për çdo gjë tjetër që do na duhet I referohemi si ai ose ajo, do të përdorim për emrin it. Okay? Veç kësaj do të shkojmë pak edhe countries, shtetet, emrat e disa shteteve. Le të fillojmë me aspektin e parë, countries. Kemi disa prej tyre. Mund të përqendrohemi tek ato që ju interesojnë ju më tepër, ose mund t'i mësoni edhe të gjitha. Për secilin kemi një foto të vogël, kemi emrin se si shkruhet, dhe nëse shikoni pastaj kemi edhe formën se si lexohet. Është pak fillimi tani të përqendrohemi pak tek këto simbole zanore, por më vonë do të shikojmë pak e në pak. Së pari kemi Brazil, Brazil. Pastaj kemi Canada, Canada. Kemi Chile. Pastaj China, England, Japan, Korea, Mexico, Peru. Pastaj në të djathtë kemi Portugal, Saudi Arabia, Spain, the United States, Shtetet e Bashkuara, shpesh I referohemi edhe në formën më të gjatë si the United States of America, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në fund kemi Vietnam. Okay? Shikonim pak në fund kemi përmendur the US, shkurtimi për the United States, Shtetet e Bashkuara. Keni parasysh që kur bëjmë shkurtimet në gjuhën angleze, që u referohemi dhe si abbreviations, do të përdorim shkronjat e alfabetit normale, zakonisht do të jetë shkronja e parë se cilës fjali, por mund të marrim edhe 2 edhe 3, nuk është e thënë. Dhe shkronjat do t'i themi sipas alfabetit. Mos keni merak, do kemi edhe një mësim kur tregojmë se si thuhen të gjithë shkronjat e alfabetit. U dhe S I themi US. E njëjta gjë do të edhe me Mbretërinë e Bashkuar, që në anglisht e themi the United Kingdom, Mbretëri e Bashkuar, ose ndryshe I themi the UK, përsëri sipas shkronjave të alfabetit. U për unë dhe K për shkronjën K. Okay, le të vazhdojmë. Okay, edhe këtu kemi disa emra të tjerë të shteteve, kryesisht ato që pamë në faqen e parë, por tani shikojmë edhe një aspekt tjetër, nationality. Pra nëse shikoni në të majt kemi 2 kolona. Kemi country, kemi flamurin e secilit shtet dhe emrin e secilit shtet, dhe pastaj kemi nationality, kombësia. Pra kur tregojmë se filani është brazilian për shembull, është shqiptar, është italian dhe kështu me radhë. Keni parasysh që, siç do të shikojmë edhe këtu në të djathtë, disa nga fjalat që përdoren për nationality, për kombësin, përdoren edhe për gjuhën, kur qëllon që është e njëjta. Do të shikojmë pak. Pra, Brazil, Brazilian. Canada, Canadian. Do të shikoni që në disa raste, si në rastin të Kanadas dhe Kanadez, mund të ndryshoj theksi, ku bie theksi në fjali. Fillimisht kur themi Canada, bie në fillim të rrokja e parë, se shikoni kemi edhe vizën nga poshtë tek emri Canada. Kur themi Kanadez, theksi spostohet një rrokje më tej, Canadian, Canadian. Okay? Pastaj kemi Chile, Chilean, e njëjta gjë ndodhet edhe këtu. China, Chinese. Të gjitha ato që përfundojnë me s e në fund, që do të thuhen is, theksi spostohet gjithmonë në fund tek is. England, English. Japan, Japanese. Korea, Korean. Mexico, Mexican. Peru, Peruvian. Portugal, Portuguese. Saudi Arabia, Saudi.
Spanish, Spain, Spanish, the UK, British, the United States, American, dhe Vietnam, Vietnamese. Okay? Shikojmë pak edhe disa rregulla gramatikore në të djathtë. Countries and languages, pra shtetet dhe gjuhët. The word for a language is often the same as the nationality adjective. Teknikisht fjala nationality, kombësia, nga ana gramatikore do përdoret si një mbiemër në fjali, prandaj edhe këtu I referohemi si adjective. Okay? Çfarë na thot kjo si fjali? Atë që përmendëm edhe pak më përpara, që shpesh fjala për gjuhën e atij vendit është zakonisht e njëjta me nationality, me fjalët që përdorim për kombësinë, por jo gjithmonë. Për shembull, për Canada, England, the UK dhe US kemi fjalën English, okay? Por fjalën English ne e përdorim vetëm tek anglezët, England, English, kur I referohemi një anglezi, angleze. Brazil, Portugal, Portuguese, fjala që përdorim për gjuhën portugeze. Pastaj kemi shtetet e tilla që flasin të njëjtën gjuhë, si Mexico, Peru, Spain, Chile, që kemi Spanish si gjuhë. Dhe në fund, shembulli që na është dhënë, kemi Saudi Arabia, që flet Arabic, arabisht. Një aspekt tjetër në lidhje me shkrimin e kemi në fund fare të kudisë jeshile, ku thot countries, nationalities and languages begin with a capital letter. Example, English, not English me shkronjë të vogël. Pra çfarë na thot në shqip? Na thot që shtetet, kombësitë dhe gjuhët fillojnë me shkronjë të madhe. Pra kur do t'i duam t'i shkruajmë, të kujtojmë që t'i shkruajmë gjithmonë me shkronjë të madhe. Dhe këtu kemi dy shembuj. I'm Tony and I'm Albanian. Shikoni, Albanian është fjala që përdoret për nationality, kombësinë, për treguar se çfarë jemi ne. Okay, çfarë kombësie kemi. Dhe e njëjta fjalë përdoret edhe për gjuhën Albanian. I speak Albanian. Unë flas shqip. I'm from Tirana in Albania. Unë jam nga Tirana në Shqipëri. Dhe këtu Albania kemi country, pra emrin e shtetit tonë. Le të ecim pak më tej. Ti vendosim pak në praktik, kur pyesim se nga je, ose me qenë se konkretisht këtu po flasim për veten e tretë njëjës, nga është ai, nga është ajo. Por keni parasysh që forma është e njëjtë, mjafton të ndryshojmë për emrin. Për shembull, në fillim të dialogut, ku kemi personin A, B, okay, pastaj kemi edhe një person tjetër C, okay, thot kur pyet nga është ajo, përdor fjalin where is she from. Okay? Nga është ajo. Nëse do pyesim personin që kemi përballë, do t'i themi where are you from. Okay? Kujtojmë edhe një herë tre format e foljes jam në kohën e tashme në gjuhën angleze. Është im, është is dhe are. Are e përdorim për you, we dhe they, dhe is e përdorim për veten e tretë njëjës, pra për he, she dhe it. Si përgjigjet personi B, she's from England, ajo është nga Anglia. Vazhdon personi A, pyet përsëri për një person tjetër. Is he from England too? Kujtojmë edhe një herë që në pyetje folja B do të dali përpara. Is he? Okay. Pra është ai nga Anglia gjithashtu. Përdorimi I fjalës to me dy o në fund të fjalës ka kuptimin gjithashtu. Si është përgjigja? No, he isn't. He is from Canada. Pra ai nuk është, ai është nga Kanadaja. Vazhdon personi pyet, is the concert tomorrow? Is the concert tomorrow? A është koncerti nesër? Përgjigja? Yes, it is. It is at 7. Okay? Tu tani kemi përdorimin e orës. Normalisht do kemi një mësim kastile që do flasim për orën. Por këto aspektet e vogla, sidomos kur flasim për para fjalët, fjalë shumë e madhe tani nëse jemi sapo kemi filluar gjuhën. Para fjalët janë këto fjalët e shkurtra, fjalët e vogla, që shikojmë shpesh në gjuhën angleze. At, in, on, from dhe kështu me radhë. Kur I referohemi orës për të treguar në filan orë, do përdorim gjithmonë para fjalën at, që shkruhet atë, siç e keni edhe në ekran, at 7. Okay? Si e mbyll personi A pasaj, thot let's go. Le të shkojmë. Pra, ne le të shkojmë. Bukur.
Dhe të shohim një aspekt tjetër tani. Tu kemi aspektin gramatikor. Na ka dhënë edhe përdorimin e I am dhe you are, që ne tashmë e kemi parë te video e parë, kështu që i përsërisim dhe i kemi të gjitha së bashku, nëse na duhet i rikthehemi për të parë të gjitha format. Në të majtë na ka dhënë formën e plot, full form. Në të djathtë kemi contraction, shkurtimi. Okej, pam se si bëj me am dhe are, të shikojmë pak se si bëhet edhe me is. I am Henry. I'm Henry. You are in my class. You're in my class. He is, ai është, from Brazil. He's from Brazil. She is from Spain. Ajo është nga Spanja. She's from Spain. She's. His. She's. Më falni. It is from China. It's from China. Dhe njerë, të dy aspektet janë të sakta, si forma e gjatë, si forma e shkurtuar. E rëndësishme është që ne t'i kuptojmë të dyja, pastaj nëse duam ne vetë të përdorim një formë ose tjetrën, zgjedhim ne. Si e ndërtojmë formën negative kur përdorim foljen be, pra foljen jam, mjafton që mbas foljes jam të vendosim fjalën not. I am not in number 1. I'm not in number 1. You are not a student. Pra ti nuk je një student. You aren't a student. Okay? Pam që përveç formës I am, që kishin vetëm një mënyrë shkurtimi, pra që mund të shkurtoj vetëm me përemrin, are dhe is mund të shkurtohet ose me përemrin ose me fjalën not. Zgjedhim ne kë do përdorim. He is not from the US. Ai nuk është nga Shtetet e Bashkuara. Ose he isn't from the US. She is not from Japan. She isn't from Japan. It is not from Mexico. It isn't from Mexico. Tani, në fjalinë e fundit, ne nuk e dim nëse it do të përkthejmë ai ose ajo, sepse nuk kemi kontekst, nuk e dim për çfarë. E kuptojmë që personi nuk po flet për një njeri, po flet për një send ose kafsh. Okay? Por na duhet konteksti të dim për çfarë objekti po flet personi, që në gjuhën shqipe pastaj të dim se si të përkthejmë, se varet çfarë gjenie merr ai objekt në gjuhën shqipe. Por gjithsesi, përdorimi it edhe një herë tham ka kuptimin ai, ajo për ju njerëzit. Okay? Dhe aspekti i fundit na thot am, are and is are all form of the verb be. Pra am, are dhe is janë të gjitha forma të foljes be. Folja be është base form ose forma baze e foljes jam në gjuhën angleze, që në kohën e tashme nuk përdoret si be, por merr këto tre format. Okay? Në të djathtë ja kemi përsëri ato që shpjeguam. He për a male, male do thot mashkull, për shembull a man, a boy, një burr, një djalë. She për female, për gjinin femërore, woman, girl. Kurse it, po të shikoni këtu kemi thing. Thing do thot diçka, pra një objekt, okay? Jo njerëzit. Pastaj kemi formë pyetje. Njësoj si am dhe are që tham në videon e parë që në pyetje do të dalim para përemrit, e njëjta gjë ndodh edhe me is. Am I in room 2? Dhe pastaj kemi përgjigje të shkurtra, pozitive ose negative. Yes, you are. No, you aren't. Are you Lisa? Pra a je ti Lisa? Yes, I am. No, I'm not. Is he Henry? A është ai Henry? Yes, he is. No, he isn't. Is she from Peru? A është ajo nga Peruja? Yes, she is. No, she isn't. Dhe në fund, is it good? A është ajo e mirë? Yes, it is. No, it isn't. Kujtojmë edhe një herë që shkurtimet në përgjigjen e shkurtër pozitive nuk i përdorim. Në formën negative mund t'i përdorim. Okay? Edhe një herë aspekti na kujton ato rregull që përmendëm. In questions, put is before he, she and it. Pra, në pyetje vendos is përpara he, she dhe it. Dhe në fund, edhe një herë një përkujtues, don't use contraction in short affirmative short answers. Okay? Kemi dy herë fjalën short. Pra mos përdor shkurtime në përgjigjet pozitive të shkurtra. Okay? Kalojmë tek një aspekt tjetër. Këtu kemi të bëjmë me pyetjet questions with what and where. Okay? Pyetje
me foljen what, që në përgjithësi në gjuhën shqipe mund të marrë kuptimin çfarë ose si, dhe where e përdorim për të ditur vendodhjen, pra në shqip do marrë kuptimin ku. Këto në anglisht ne i quajmë question words, fjalë pyetse. Përse? Sepse gati gjithmonë, jo në 100%, por në shumicën e rasteve, do t'i përdorim për të formuar pyetjet. Dhe kur këto i përdorim për të formuar pyetjet, gjithmonë do të vendosim në fillim të fjalisë. Okay? Për shembull, what's your name? Okay? Si quhesh, si e ke emrin ose si është emri jot. Where are you from? Nga je. Okay? Gjithmonë në fillim. Where's he from? Nga është ai. Okay? Dhe në fund pasaj na rikujtojnë edhe njerë që he për gjinin mashkullore njerëzit, she për gjinin femërore për njerëzit përsëri, dhe it për objektet e ndryshme, sendet. Okej, kaq kishim për këtë video dhe për këtë mësim. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjet dhe dëgjohemi në videon e radhës.